Mediat greke zbulojnë detaje të reja lidhur me vrasjen në burg të Jani Aliajt i dënuar përjetësisht në mungesë në Shqipëri për ekzekutimin e Elton Çiços 10 vite më parë. 49 vjeçari Aliaj kishte shpëtuar një tjetër tentativë vrasjeje brenda burgut 6 muaj më parë. Hetuesit në Greqi kishin siguruar informacione për Jani Aliajn për kërcënime serioze ndaj jetës së tij, ndërsa rival të botës së krimit dyshohet se kanë porositur ekzekutimin e tij brenda burgut. Për këtë arsye prej disa muajsh, Aliaj ishte vendosur në regjim mbrojtjeje, duke u mbajtur në një qeli të përbashkët me një ish oficer policie të akuzuar për trafik droge. Por pavarësisht masave, 49 vjeçari shqiptar u vra me mjet të improvizuar si thik brenda burgut të sigurisë së lartë në Korriladhos në Greqi. Ngjarja e rëndë ndodhi kur një i burgosur grek 28 vjeçar, gjithashtu i konsideruar si kriminal i rrezikshëm, hyri në qelinë e tij dhe goditi disa herë, duke i shkaktuar plagë fatale. Autori i vrasjes 28 vjeçari grek ndodhet në burg që në gusht të 2025-s, pasi vrau shqiptarin Artur Bashimi. Jani Aliaj ishte arratisur vite më parë nga burgu i Korfuzit, pasi kishte përfituar leje dhe nuk ishte kthyer më. Ai u arrestua në vendin fshinj më 31 dhjetor të 2024-s, teksa përdorte një identitet të rem. Aliaj ishte në proces për t'u ekstraduar drejt vendit ton, pasi ishte dënuar përjetësisht për vrasjen e Elton Çiços, krim i kryer më 1 maj të 2016-s në Tiranë, në zonën e ish-bllokut. Në atë kohë i maskuar dhe me paruke, Aliaj hyri brenda në lokalin ku Çiço qëndronte i ulur me persona të tjerë dhe i qellon me armë, duke e lënë të vdekur në vend.